Interesimi i qytetarëve për udhëtime dhe pushime jashtë vendit ka nisur shumë më herët se sa sezoni veror. Ato kanë filluar qysh në muajin janar, ku vizitat kulturore dhe turistike janë zhvilluar në shumë vende të Evropës, por sezoni veror zyrtarisht ka filluar në muajin maj, teksa dhe rezervimet janë shtuar ndjeshëm, veçanërisht për Turqinë, Greqinë e jo vetëm. Kështu bëri të ditur Armend Gjoshi nga agjencia Armend Tours. Interesimi është mjaft i madh të fillu jo vetëm gjatë verës, po të fillu prej muajit janar, ku bojnë vizita të ndryshme edhe kulturore, sidomos vikendet të cilat i kalojnë në vendet të ndryshme të Evropës, ku kemi pas shumë paketa turistike, jo vetëm për vendet bregdetare, po edhe për Evropë, siç është Parisi, Milano, Roma dhe shumë vende tjera. Pastaj edhe sezoni veror vetëm fillon me fluturime direkte nga muaji maj, ku shumë klientë bojnë rezervimet me kohë. Është një rritje ndjeshme për pushime, sidomos për Rivierën e Turqisë. Ka fillu që nga viti i kaluar të ketë një rritje edhe për Rivierën e Greqisë, pastaj është Shqipëria, Malizi, Bullgaria e tjera. Ai theksoi gjithashtu se kërkesa për vende më luksoze si Maldive, Tajlanda apo Santorini ka në numër më të ulët të interesimit nga klientët, pasi çmimi është më i lartë dhe kjo bën që numri i klientëve të jetë më i kufizuar. Vendet që ofrojnë më shumë komoditet, luks, siç janë vendet egzotike, Maldives, Tajlanda, edhe një pjesë e Greqisë, Santorini, Mykonosi, kështu do të thotë numri është më i vogël nga klientët për këto vende, të pas parasysh që numri i kërkesave shumë i madh dhe çmimet janë shumë të larta, sidomos në pikun e sezonit. Ndërkohë, Armend Tours ofron një gamë të gjerë paketash turistike të përshtatura sipas buxhetit dhe kërkesave të klientëve.